Një burr i moshës 53 vjeçare është gjetur i vdekur në shtëpinë e vet në fshatin Gradec të komunës së Vrapçishtit. Ngjarjen e kanë konfirmuar edhe nga policia, nga ku njoftojnë se dje rreth orës 12:30, 64 vjeçari N.O, i cili punon si mjek në ambulantën e fshatit, e ka denoncuar rastin në polici. Ai ka njoftuar se trupin e pajetë të ndjerit e ka gjetur një bashkëfshatar tjetër, i cili më pas e ka njoftuar mjekun. NB, 53 vjeç, ka jetuar i vetëm në shtëpi pasi që para ca kohësh ndroi jetë edhe e ëma, ndërkohë që grua dhe fëmijë nuk kishte. Informata që qarkullonin në mesin e banorëve të fshatit flisnin se të ndjerin e kanë parë çdo ditë në kafenet e fshatit dhe kur shokët kanë konstatuar se për 2 ditë me radh ai nuk ka dalur nga shtëpia, vendosin që të shkojnë dhe të interesohen rreth shëndetit të tij. Bashkëfshatarët krahas mundësisë se bëhet fjalë për vdekje natyrore, hidhnin dyshime se i ndjeri mund edhe të jetë vrarë nga dikush, edhe pse i njëjti asnjëherë nuk ishte pasur konflikte apo hasmëri me dikënd. Kjo ka qenë arsyeja që pasi organet kompetente kanë bërë inspektim në vendin e ngjarjes, me urdhër të prokurorit publik kanë marrë për obduksion trupin e pajetë të 53 vjeçarit. Me këtë rast nga policia bëjnë të ditur se nuk janë gjetur shenja dhune dhe se bëhet fjalë për vdekje natyrore, duke qetësuar kështu edhe dyshimet e banorëve nëse dikush mund ta kishte vrarë për arsye nga më të ndryshmet. Trupi i pajeti 53 vjeçarit është sjellur sot në shtëpinë ku tashmë i ndjeri e kaloi jetën në një skamje të thellë dhe në kushte shumë të vështira, ndërsa gjatë vitit të kaluar banorët e fshatit ngritën iniciativë dhe ia krijuan atij të gjitha kushtet për një jetë normale, të cilën nuk arriti ta gëzojë për gjatë kohë. Me ikjen e 53 vjeçarit NB në botën tjetër, shtëpisë së tij i mbyllet dera përgjithmonë, me faktin se ai nuk la asnjë trashëgimtar.